Horoskopi ditor e diel 9 korrik 2026. Dashi. Ka shumë mundësi që çifteve t'u fiksohet ideja e ndarjes gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do të eci ashtu si ata e kishin menduar dhe debatet e shumta do e bëjnë ditën të vështirë për t'u kaluar. Beqarët ka shumë gjasa të kenë dashuri me shikim të parë. Në planin financiar, edhe pse do të merrni masa, situata nuk do të jetë as pak në gjendje më të mirë të mundshme. Demi. Mos e gjykoni partnerin tuaj sot për gjithçka që ai do të bëj, sepse do e lëndoj tejmase. Secili ka nevojë të shprehet dhe të veprojë si të dëshirojë. Mjafton që qëllimi të jetë i duhuri. Beqarët, përpara se të vendosin për diçka, duhet të marrin dhe mendimin e disa miqve. Financat do të jenë goxha të favorizuara. Do të kryeni edhe transaksione dhe situata do të mbetet e njëjtë. Binjakët. Tensioni do të mbizotrojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Debatet do të jenë të zjarrta dhe disa mund të arrijnë edhe në pikën më kulmore. Beqarët nuk duhet të nxitohen as pak, por duhet të reflektojnë mirë përpara se të hedhin çdo lloj hapi. Yjet do t'ju nxisin të menaxhoni me maturi të ardhurat. Nuk priten as pak vështirësi apo probleme. Gaforia. Ditë shumë e qetë dhe pa probleme, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të keni as pak druajtje dhe do të flisni hapur me personat që keni në krah. Beqarët do e nisin ditën pozitivisht, por në fakt nuk do të mund të gjejnë as sot personin e duhur. Në planin financiar nuk duhet të bëni as një lloj çmendurie, edhe sikur gjendja e të ardhurave të jetë e mirë. Luani. Nëse keni patur probleme me partnerin, sot është koha e dur për të folur për to dhe për t'i zgjidhur. Konfigurimi i yjeve do të jetë pozitiv dhe do të krijojë një ambient mjaft të ngrohtë. Beqarët do të jenë pasionantë dhe të gatshëm për të bërë ndonjë çmenduri për dashurinë. Shpenzimet duhet i kufizoni nëse nuk doni që situata të marrë të tatpjetën. Virgjëresha. Ambienti në jetën tuaj në çift do të jetë i ngrohtë dhe harmonik gjatë kësaj dite. Shfrytëzojeni sa të mundeni, sepse ditë të tilla nuk vijnë shpesh. Beqarët nuk duhet të mbyllen në vetvete, sepse në këtë mënyrë nuk kanë për ta gjetur personin e duhur. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë, çdo hap që do të hidhet duhet bërë me kujdes dhe me maturi. Peshorja. Qetësia do të mbizotrojë gjatë gjithë kësaj kohe në jetën tuaj në çift. Kështu që shfrytëzojeni ditën për të folur për tema delikate. Partneri do të jetë më i kuptueshëm. Beqarët nuk duhet i besojnë pamjes së jashtme të disa personave, sepse do të zhgënjehen tejmase. Financat nuk do të kenë as pak probleme. Përkundrazi, do të jeni më të lirshëm të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Akrepi. Ditë plot ulje dhe ngritje, kjo e sotmja për të dashuruarit. Gjërat nuk do të ecin as pak ashtu si ju i kishit menduar, kështu që bëni kujdes. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme. Nuk do të mungojnë takimet, por ende nuk është koha e dur për të filluar histori dashurie serioze. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Shfrytëzojeni për të stabilizuar dhe për të përmirësuar situatën tuaj. Shigjetarja. Falë mbështetjes që mund t'ju japin planetët, sot ju do të ruani një komunikim goxha të ngrohtë dhe do t'i zgjidhni mosmarrveshjet e dikurshme me qetësi. Beqarët do të vazhdojnë të kërkojnë princin e kaltër, po pa shumë fat. Do t'ju duhet ende të presin edhe disa kohë. Të ardhurat do të jenë goxha delikate. Mendohuni mirë edhe përpara se të kryeni shpenzimet e nevojshme. Bricjapi. Akrepi. Mund të ketë edhe disa probleme të vogla në jetën tuaj në çift sot, dhe për këtë fakt nuk do të ndiheni shumë mirë. Kujdes me ato që do të thoni. Beqarët do të jenë të lirë të bëjnë atë që duan. Emocionet do të jenë të mëdha, por jo të gjithë do të mund të krijojnë një lidhje serioze. Disa mund të kenë edhe thjesht aventura. Financat do t'i menaxhoni me maturi dhe për kujdes. Ujori.
Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Gjithçka do të shkojë më së miri, madje nuk do të mungojnë as surprizat e mëdha. Beqarët do të joshin pafund dhe do e takojnë një person që do t'ju përshtatet. Shumë gjëra do të ndryshojnë sot për ta. Në planin financiar do të bëni çmos që të ruani ekuilibrin sa më gjatë. Investimet nuk duhen bërë sot. Peshqit. Ditë shumë e paqëndrueshme dhe problematike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të ecë si duhet. Beqarët duhet të mendohen shumë herë përpara se të hedhin hapa më tutje. Për disa nuk është koha për të filluar një histori dashurie. Në planin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe, edhe sikur situata të jetë në gjendjen më të mirë.